Paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi ju. Miq të emisionit Dritare, me që Kurani është referencë kryesore e jetës së besimtarit. Leximi, mësimi e praktikimi i tij zë vend të madh në përditshmëri. Leximi i tij është ibadet, e çdo mundim për ta sjellë në vend këtë ibadet, patjetër se shpërblehet. Duke qenë kështu, i dërguari i Zotit na ka mësuar se më i miri ndër ne është ai që e mëson Kuranin dhe ua mëson atë të tjerëve. Prandaj sot për musafir kemi përzgjedhur një ndër hoxhallarët që këtë mësim e kanë praktikuar më së shumti. Në studio e kemi hoxhën Ekrem Ahmeti, imam në Xhamin Sulejman Efendi Mustafa në Prishtinë. Përveç të tjerash, hoxhën e dallon edhe një karakteristikë tjetër. E di alfabetin e Brailit dhe rrjedhimisht është mësues edhe i atyre nxënësve që Allahu i ka sprovuar me shikim. Hoxh, mirë se keni ardhur. Mirë se keni gjetë, faleminderit. E përmenda se jeni një ndër hoxhallarët që rrallë herë kanë ndërprerë të mësuarit e Kuranit. Çka mund të na thoni për punën që zhvillohet me nxënësit tuaj? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderojmë Allahun, dërgojmë salavat për pejgamberin alayhis salam. Po ndihem shumë mirë sot që jem së bashku në këtë emision që të flasim rreth Kuranit dhe mësimit të tij. Të gjithë dimë se Zoti i Madhërisht ka dalluar pejgamber, ka dalluar popull, por edhe pejgamberëve ka dalluar edhe shokët e tij. Dhe Zoti i Madhërisht këtë dallueshmëri ka lënë pikërisht te Kurani. Nëse do të përmendja së pari rastin e Omerit radiallahu anhu, i cili ishte një nga ata që Kurani e ndryshoi pikërisht qenin e tina si njeri, duke ose ajetet e para të surës Taha, të cilat pasi i lexoj, i sjellën ndryshimin edhe atë ta quaj kështu revolucionin e brendshëm, edhe sot e njohëm si Omer, kur përmendet Omer, pra gjithë e kemi parasysh se për kënd po bëhet fjalë. Vërtet, Allahu Leshanuhu përmes Kuranit dhe mësimit e tina i dallon njerëzit, i dallon popujt, i dallon shoqëritë, dhe një shoqëri e cila ngritet mbi bazën e ndryshimit që e sjell Kurani, atëherë gjithsesi ajo shoqëri është e kërkuara nga mesazhet të cilat vijnë nga ky libër. Allahu Leshanuhu me Muhamedin alayhi salatu wassalam, fjalën e parë të cilën i zbriti fjalën Iqra, pra lexo. Dhe ky lexim ka të bëjë pikërisht me librin e tij. Kur'an ka marrë këtë emërtim për shkak se është një libër i cili lexohet shumë. Edhe falë Zotit të Madh, edhe tek ne mësohet dhe vazhdon të mësohet, pra nga të gjithë hoxhallarët në treva tona, dhe disa më shumë, disa më pak, por përgjithsisht xhamit çdo herë kanë luajtur rolin si mejtep në cilën është mësuar Kurani, është mësuar edhe alfabeti gjuhës shqipe në periudha të caktuara, në të cilat pra ka kaluar populli jonë. Natyrisht një detyrim i tillë, duke qenë nga pozita e imamit, sikurse vi, çdo herë prioritet e kem pasur që mësimi i Kuranit dhe mësimi i fëmijëve Kuranin ka qenë prej targeteve më të bukura që ja kanë vendosur vetes. Dhe këtë e tham me plot mirënjohje ndaj mësuesve, edukatorëve tonë, të cilët pra na kanë edukuar në këtë frymë, në frymën e Kuranit, hoxhallarët tanë, të cilët çdo herë na kanë nxitur që ta mësojmë dhe t'u mësojmë atë të tjerëve, po një herët e jona tash na mbetet që ne të vazhdojmë me mësimin dhe leximin dhe t'u mësojmë të tjerëve, ashtu sikur se pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë më i miri për ju është ai i cili mëson dhe u mëson Kur'anin të tjerëve. Pra, në xhamin ton çdo herë jemi munduar që ta mbajmë të gjallë besimin. Pra, përjashtimisht tash këto vit ose në këto 2 vite të fundit pandemia, me pengesa, me disa ndërprerje të një her pas hershme, por pavarësisht kësaj jemi munduar që online o me grupe më të vogla ose i kemi shpërndarë për ditë të ndryshme të javës që mos kemi pra një grumbull më të madh të nxënësve, por që ta ndërprejmë asnjëherë. Me siguri se tërë ky mundim patjetër se do të shpërblehet. Çka mund të na thoni për vlerën e të lexuarit të Kuranit? Ndoshta prej atyre projekteve më të bukura që njeriu kur nuk do shton atë është
qoftë se ai fillon dhe mëson Kur'anin. Patjetër. Muhamedi alayhi salatu wasalam për një hadith të tij thot vërtet ai i cili lexon një shkrim të Kuranit ka 10 sevape. Pra përsëritja, mësimi derisa të vim tek leximi, vërtet njeriu nëse ka synim të jetë një milioner me sevape, atëherë duhet të hyjë këtij projekti. Zoti i Madh në Kur'an thot وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ne kemi bërë të lehtë Kur'anin ta mësojmë, pra ka dikush i cili do të fillon të merret me të. Pra lehtësia e mësimit të Kur'anit është e zbritur dhe garantuar nga Allahu xhaleshanu. Për këtë e vrejmë në xhami kem të gjitha moshat të cilët vinë dhe mësojnë Kur'anin. Pra po flas për moshës 5 vjeçar, edhe deri tek ai më i vjetri, 60, 70, pra kem pas para disa viteve një haxhi, Zoti më shëroft, i cili ka ndruar jetë, ka qenë moshën 89 vjeçare kur ka filluar ta mësoj Kur'anin. Po fal Zotit të Madh për një muaj e gjysmë, mos e më thon nuk ka qenë fare i dalluar, por në grup, pra me grupin e nxënësve që ka mësuar pra në xhamin ton, dhe për një muaj e gjysmë ka arritur të përfundojë gjitha shkronjat, edhe nëse zgaboj dikun janë 1 vit e gjysmë ose 2 vit jetës pra të fundit i ka kaluar me Kur'anin, se shumicën e kohës e kalon të duke lexuar Kur'an. Edhe jo rastisht është thënë që vërtet shoku më i mirë për njerin është libri, e mbi gjitha libri i Zotit, fjala e tij kur ne lexojmë atë, vërtet ato shpirti dhe mendja dhe zemra jonë në të njëjtën kohë pra ushqehen. Nga se kur ne lexojmë Kur'anin, ai godet në këto 3 dimensione. Pra, i fol zemrës, i fol edhe mendjes, po edhe shpirtit tonë. Pra njëkohësisht të trijat ne i ushqejmë kur ne e lexojmë dhe ndëgjojmë Kur'anin. Hoxh, para disa javësh, Bashkësia Islame e Kosovës i ka publikuar 2 kronika. Një të Jasmin Maksutit nga Prizreni dhe një të nxënësit tuaj Gazment Toplicës nga Prishtina, të cilët edhe pse Allahu i ka sprovuar me shikem kanë arritur ta mësojnë leximin e Kuranit. E përmenda më herët se jeni një ndër hoxhallarët, ndoshta edhe i vetmi që e njihni alfabetin e Brajlit. Megjithatë, edhe Hoxh Hysni Ceka është munduar që me gjithë mundësitë e tij ta ndihmojë nxënësin e tij të verbër Ifraim Cekën nga fshati Globoqice e Kaçanikut. Në vazhdim ju ftojmë ta ndiqni storjen e përgatitur nga Jusra Abdullahu, nga gazetarja jonë, që na tregon se Ifraim Ceka, edhe pse i verbër, edhe pse me gjithë vështirësitë që jeta e ka përballë, ka arritur ta mësoj leximin e Kuranit. Në moshën 9 vjeçare, Ifraim Ceka doli nga shtëpia me 2 vëllezërit e tij. Por ajo ditë do të ishte e fundit që Ifraimi do të luante me njërin nga vëllezërit. Kjo pasi si fëmijë, ata hasën në një mjet të pashpërthyer, që kishte mbetur në livadhet e Globoqicës së Kaçanikut, që nga lufta e dytë botërore. Të 3 vëllezërit nuk e ditën rrezikun me të cilën po përballeshin. Kështu, nga shpërthimi, Ifraimi humbi vëllain e madh, e me këtë rast humbi edhe shikimin. Përpjekjet e mjekëve nuk dhanë rezultat pozitiv, ndërsa jeta e Ifraim Cekës ndryshoi përgjithmonë. Por pavarësisht vështirësive, Ceka nuk u dorëzua. Ai tani frekuenton xhamin e fshatit, duke qenë kështu njëri nga personat më të rregullt nga xhamati në 5 kohët e namazit. Madje, ai arriti të mësonte edhe leximin e Kuranit në gjuhën arabe. E angazhova hoxhën, u interesu, hyni në YouTube aty gjeti material në braj, fillum alfabetin të mësojmë, shenjat, dhe mësonaj fillum leximin e Kuranit. Kjo vendosmëri bëri që për një kohë të shkurt të arrinte diçka të cilën më parë e kishte menduar si të pamundur. Po me shkronjat, me shejë, kret dikon 10 deri në javë, 10 ditë deri në javë me siguri, ma shumë s'besoj që ka shku, edhe drejt kina fillu me Kuran. Ifraimi nga ajo ditë e lexon vazhdimisht Kuranin me të gjitha rregullat e tejvidit. Audhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin.
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تأكلون. Mirë po, puna me alfabetin e Brajlit ishte diçka e re edhe për imamin e xhamisë në këtë fshat, Hisen Cekën. Efraimin e kam gjëmu të rregullt, do thotë është pothuajse çdo kohë del në xhami. Ka qenë përvoja e parë me Efraimin, më thonë drejtën, unë në përherë të parë jam përballë me shkruajtjen në alfabetin Brajl. Ky tregon për vështirësi që i kishin gjatë orëve të mësimit. Edhe unë normal shikoja në YouTube telefonin përpara edhe Efraimi i gatshëm të shënon. Edhe normal i tregoja shembull ta zom elifin, i thoja Efraim elifi shënohet në këtë formë, edhe ai shënonte me gjuhën shqipe, normal që kam mësuar në alfabetin Brajl e para, do thotë me një pikë don që vjen e para. Pastaj domthon B-ja shënohet e para e dyta. Dhe në këtë formë i kemi mësuar shkruajtjen, pastaj edhe rregulla tjera. Efraim Ceka në shkollën për të verbër arriti ta përvetsoj edhe zanatin e zdrugtarisë. Kështu, shumica nga punimet në shtëpi janë nga vetë dora e tij. Vetëm për me kalu kohën kum bo punime. Disa kështu si tabla për gota qajt, me drunt punume dhe pështjelta me skaj, ato në fillim kur pa të ndalë, vetëm i kum prejk atje në treg, që janë edhe tani kum fillu me bo këto. Ndërkohë, puna që po e bënte u pëlqye edhe nga të tjerët, madje shumë nga punimet e tij arriti edhe që t'i shes. Hoxh, e pam se kur interesime, kur vullneti nuk mungojnë as rezultatet, pa marrë parasysh gjendjen fillestare apo jo. Vërtet ta shembuj, unë mendoj që janë për të gjithë neve ku falë Zotit madh që Zoti ka dhuruar besim tek zemrat e këtyre vëllezërve tonë, e që janë sprovu pra me humbjen e dy të dashurve, ashtu sikur se ka përmendur pejgamberi alayhis salam, po ja arrin të dalin, ta menaxhojnë veten e tyre, saktësisht ta angazhojnë me punë të mira, me mësim, me punë, me aktivitete të përditshëm, me vajtje ardhe në xhami. Pra vërtet shembulli i Efraimit, por edhe shembuj të ngjashëm sikur se ky, ndoshta ne të cilët Zoti na ka dhënë gjithë shëndetin edhe s'na mungon asgjë, ndoshta mund të ndihemi pak jo shumë komod, kur e vrem se njëri i cili ka probleme me të pamurit e vetë, ose nuk sheh fare, po arrin të shkojë në 5 kohë në xhami. Të jetë për xhamat live më të rregullt, të jetë për lexuesve të Kuranit, të jetë për besimtarëve të devotshëm, po njëkohësisht edhe punëtor. Besoj që shembull hina duhet të jetë për gjithë neve që të angazhohemi më shumë. Pra, si qëndrojmë ne, nëse Efraimi ka mundësi që të ngritet në sabah, edhe të merr abdes, edhe shon dal nga dal tek xhamia ta fal namazin sabahut në xhami, e ne tjerë të rrim, të flejmë shpe ose ta falim në shpe. Patjetër, një krahasim i vogël, patjetër se na nevojitet. Pra, do të shembuj të tillë le të jenë për neve një motiv të angazhohemi për punë të hajrit. Më kujtohet shumë mirë një prej hoxhallarëve, të një vendi tjetër, pra, tregohet për të se është ngrit në fshatin e tij edhe u shku pra tek shtëpitë e muezinëve, dhe sa tu ka qenë pra disa xhami në fshat, dhe i ka thirrë ata ngrituni, shkoni thërnë ezanin në xhami pra për namaz sabahut. Për ta njeriu do të jetojë ditë të numëruara dhe saktësisht do të jenë veprat ato të cilat do të na përcjellin neve për botën tjetër. Pra, të kem punë të mira, të kem namaz, të kem të lexim Kur'anit, atëherë kjo është një dhunti të cilën Zoti i Leshanuhu pra ja jep njerëzit mundësinë ta shfrytëzojnë në këtë dunjë, por jo edhe kur vdes. Pra, ditët kalojnë edhe sa kalon një ditë e jetës sonë, atëherë kalon edhe pra ose na jem më pak se sa dje. Pra në kësaj forme të mundohemi pra të frekuentojmë më shumë xhami, edhe njëkohësisht ta bindim veten se edhe ne mund ta mësojmë Kur'anin përderisa Efraimi, Gazi dhe të shokët të tyre tjetër që na nuk i njohim, po flasim për ta dy që i njohim, arrin ta mësojnë me shumë vështirësi, po që elhamdulillah fal Zotit që ja dolën. Besoj që gatishmëria
e jonë si imam, por dhe besoj që gjithë imamve do të jetë çdo herë prezente që ne t'ju ofrojmë shërbimin xhamatit, cilin ata kërkojnë nga ne. Hoxhë, dua t'ju pyes pak për përvojën personale. Si jeni njohur ju me alfabetin e Brajlit? Gjatë kohës sa kam qenë student, kam pas një shok timi i cili ka qenë verbër, pra unë kam studiuar në Yemen, dhe një shok i imi, pra Muhammed, ai ka qenë sebeb që unë ta mësoj dhe alfabetin e Brajlit. Dhe në xhami kam takuar atë duke lexuar Kur'an, pra kishte Kur'an një kopje bukur e madhe, krahasim me Kur'an cilin ne që i lexojmë. Dhe aty kam fillu, pra dal nga dal me të në mbrëmje, çdo herë pas namazit të yatsis, nga se gjatë ditës edhe ai ishte angazhuar me punë të tjera, edhe studionte, edhe punonte. Dhe ma ka mësu ai alfabetin e Brajlit. Por kanë kalu bukur disa vite që nuk e kam praktiku, ose si kam përsërit, derisa me gazin, pra, kem fillu ta mësojmë së bashku. Alfabeti i Brajlit është një alfabet i lehtë, do të ndërtohet mbi 6 pika, të cilat janë të radhitura pas njëra tjetrës, pra 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6. Dhe mbi këto pika shkruhet shkronja. Alfabeti i Brajlit ka marrë dhe emrin nga pedagogu Louis Braille, i cili ka qenë një francez, dhe për herë të parë ai ka paraqitur veprën e tij bashkëmoshatarëve në vitin 1824. Pra, dhe nga ajo ditë, pra, ka evaluar dhe është perfekcionu si alfabet dhe sot në për çdo vend të botës mësohet edhe si alfabet dhe është i njohur pra në Ministritë e Arsimit në vendet përkatëse. Për herë të parë është përdorur në vitin 1829 dhe Louis Braille është frymëzuar nga një ushtarak, Charles Barber, i cili ka koduar disa informacione të tina dhe kjo i ka shërbyer atina si frymëzim që të vihet deri tek alfabeti që sot pra me shumë njerëz e marrin dhe fal kësaj ideje të tina, pra ata cilët nuk e kanë të pamur shikimin, pra ka mundësi që të lexojnë të praktikojnë leximin. Hoxha kam vrejt se leximi i Kuranit në Braille nuk bëhet prej të djathtës në të majtë, por nga e majta në të djathtë. Pse është kështu? Pra ndërtimi i alfabetit të Braillit, pra është ide e pedagogës kurse përmenda, dhe në të lexuar, në të shqiptim është i njëjti, nga se edhe në gjuhën arabe, pra është marrur si mostër dhe është ndërtu, pra fondi i shkronjave që ka qenë prezent nga gjuha pra franceze dhe është konsoliduar si alfabet pra në gjuhën arabe. Për shkak se ky nuk është alfabet origjinal i Kur'anit, pra është alfabet i atyre të cilët pra nuk shohin. Dhe të lexuarat e tina nga ana e majt as pak nuk e dëmton leximin e Kur'anit. Ajo është çështje teknike. Dhe këtë do ta ilustroj në shembull, pra Kur'ani fillimisht nuk ka qenë i shkruar në mushaf sikurse e kemi, po ka qenë i shkruar nëpër lëkura të kafshëve, nëpër lëvozhga, drunje e kështu me radhë, derisa është përmbledhur në një mushaf. Pastaj nuk kanë qenë as pikat e vendosura në të, por janë vendosur në kohën e Haxhaxhit Thaqafiut, i cili Haxhaxhi është ai i cili ka vendosur pra pikat Kur'anit, shenjat të cilat pra jo arabet që kanë hyrë në islam e kanë pasur më të lehtë ta lexojnë Kur'anin me to, nga se pa pika vërtet ai i cili është jo arab e ka të vështirë ta lexojë, mos tam ndoshta edhe të pamundur, përjashtimisht ai i cili e njeh gjuhën arabe. Pra, përderisa është kjo mundësi, është jashtëzakonisht një dhunti që Zoti Lëshanuhu edhe u ka dhënë atyre që nuk shohin, nga se shqisat e të prekurit janë jashtëzakonisht të zhvilluara te kjo kategori e shoqërisë. Pra ata nuk shohin, mirë po sa përket të ndëgjuarit edhe të prekurit i kanë jashtëzakonisht të zhvilluara, ose thon shkurt më kujtohet një insert gjatë kohës së unë po i mësoja alfabetin e Braillit dhe ky shoku jem më hetoj që nuk po i preku me dorë shkronjat, po vetëm po i shikoj atëherë tha ja nuk bën kështu e krem, po duhet patjetër të preksh
se ta dëmton të pomërit. Edhe me thonë drejtën pak unë jeva keq, do thotë se një person i cili pa nuk sheh, po e ka dertin tem që mos ta dëmtoj të pomërit. Por ajo çka është e rëndësishme që ne t'ju ofrojmë një shërbim kësaj kategorie shoqënisë, nga se të lexuarit është një dhuratë më e bukur që mund t'ja bëjmë këtyne. Ato do të ndryshon edhe jeta tyre. Për zotin, kem raste, ose tash nëse flas rastin konkret, do të Gazi sa herë tash e lexon dhe vazhdimisht e lexon, pra të leximi i Kuranit e forcon edhe memorien, e forcon psiqikën e njeriut, e ushqen zemrën, e ushqen shpirtin. Pra janë këto elemente të cilat e bëjnë njeriun të ketë edhe vlera, ta di pse jeton, ta di edhe pse vdes, ta di edhe për çka ka pas vdekjes. Pra, lidhja jonë me Kur'anin do të jetë një lidhje e fuqishme mes neve dhe krijuesit ton, se vërtet ai i cili don të bisedoj me Allahun, atëherë patjetër ka që të lexojë Kur'an. Le të kthehemi prapë te alfabeti i Brailit. Sa është i përhapur në botë, hoxha? Keni njohuri për këtë? Atë sa kam njohuri është në të gjitha gjuhët e botës. Në vitin 1963 edhe në Ministrinë e Arsimit në Shqipëri është zyrtarizuar si alfabet, ai i cili ka vendosur alfabetin në gjuhën shqipe. Pra, ka qenë Dilaver Zxani dhe Liri Kamberi, që natyrisht janë bazuar pra në alfabetin franqez të Brailit. Dhe edhe në gjuhën shqipe sot mund gjesh literaturë që ju përshtatet kësaj kategorie. A ka qendra në Kosovë të mësimit të këtij alfabeti? Është qendra e të verbërve, të cilët merren kanë një mori aktivitetesh, por unë nuk është që kam kontakt shumë me ta. Kontaktet e mia janë individuale me persona të cilët kanë ardhur tek unë dhe kam mësuar saktësisht deri më tani, do është vetëm Gazi që kam mësuar, por kem pasur edhe disa kërkesa tutje pas asoj videos që u shpërnda para disa javëve nga ana e juaj. Atëherë ka një pjesë e madhe cilë nuk e dinë se ku mund të orientohen. Por ajo që mund të them se gatishmëria jonë është çdo herë si imam i xhamisë, aktivitetin që e kemi përmend në xhamisë me nxënësit tonë, gjithsesi do t'ja kushtojmë një kohë që ju përshtatet edhe kësaj kategorie përderisa ata shprehin gatishmëri që të mësojnë alfabetin e Brailit. Hoxh, na përshkruani pak vështirësitë, përvojën që e keni pas me Gazin personalisht. Çdo gjë që bëhet me pasion, pavarësisht vështirësive të cilat do dalin gjatë punës, në të vetëm e gjetën kënaqësinë. Për këtë, edhe namazi sabahut mund të ketë disa vështirësi të lehta ta quaj kështu, por ëmbëlsia që e gjen në kryen e atij obligimi është më e madhe, ose është jetë gjatë, ose me thonë kështu është e pafundme, se çdo herë nihesh i freskët kur e kujton atë punë të mirë të cilën e ke bërë. Kështu që sa i përket vështirësive që i kem hasur, kanë qenë pjesë e kënaqësisë sonë, dhe përderisa ne kemi mundësi të ofrojmë këtë shërbim, e kemi bërë me plot kënaqësi. Vështirësia më e madhe ka qenë ardha deri në xhami për Gazin, i cili vazhdimisht ka ardhur me taksi. Në shumicën e rasteve, kohën mas namazit sabahut e kemi zhvilluar edhe mësimin me të. Ndonjë vështirësi, kështu me thonë më të rënd nuk kem pas. Përjashtimisht që je mundu tek shenjat, pra të fetha, kesra dhe dame, kur është bë kombinimi me shkronjën, ato është dalë një vështirësi e cila nuk e kena pas pra më herët. Pra mësimin e shkronjave, numran, ka qenë e lehtë, ose ka qenë më e lehtë ta quaj, po kombinimi me zanore edhe me pika, atëherë ka qenë këtu pak më një vështirësi e cila është kalu, falë Zotit të Madh. Patjetër se edhe Gazin këtë rast, po edhe të verbrit e tjerë i kanë shpërblimet e veçanta për mundimin që e kanë dhënë apo jo. Çdo gjë e cila e ka vështirësinë e vet, aq më shumë është shpërblimi. Pra ne nuk kërkojmë që një punë ta kryejmë me pas të lashë dhe po atë sa ne të angazhohemi në atë punë të mirë, aq do të jetë edhe sasia e shpërblimit. Për të nuk ka xheneti ka çmimin e lartë. Për të çdo lexim i ajetit Kur'anit do thotë në ngritja jo në lart në xhenet.
Kështu që është një punë me çmimin që ja vlen, pra kontributi jon, angazhimi jon, lodhja jon për me librin e Zotit është një shpërblim me xhenet në botën tjetër. Por të Allahu Lëshanu thot thumma stafejna min ibadina, do Allahu Lëshanu ka dallu me këtë libër një grup nga robërit e tina. Për këta ai i cili e mëson dhe lexon dhe punon me të do të jetë i shpërblyer në botën tjetër. Nga se vërtet ai është afruar me Allahun Lëshanu. Leximi i Kuranit e bën atë që të jetë i përmendur tek Allahu në qiell. Leximi i Kuranit i shton të mirat atij personi. Leximi i Kuranit do të jetë shoqëruesi jon më i mirë në varr, kur të gjithë njerëzit largohen dhe ne jemi vetëm aty, në mëshirën e Zotit Lëshanu, është Kurani i cili ai shkon tek lexuesi, tek ai i cili ka lexuar dhe ka punuar me të dhe qëndron pranë tina dhe ja largon edhe tremen. Ndërsa në ditën e llogaridhënies, Kurani do të kërkon nga Allahu Lëshanu që të ndërmjetësoj për robin në tek ai pra që ai të vendoset në xhenet për herë. Kështu që gjitha vështirësitë cilat ne do të ballafaqohemi me mësimin e Kuranit duhet të jenë pjesë e punës. Një gjë që e kam hasur sidomos tek ata cilët janë më në moshë kanë një ngurrim të papar në fillim çfarë do mësimi, nuk e di. Gjatë punës kam hasur këtë. Me thonë, është kogja vështirë me mbush menën që me fillu me mësu. Pastaj kur po fillon alhamdulillah nuk po bëj një muaj po arrim me mësu. Po kjo frikë se si do t'ja dal është pak, është pak për të çudit. Ajo çka ne duhet çdo herë ta dim se kur e shikojmë një alfabet të huaj, nuk do thotë që ai është i pamundur. Ta marrim shembull, nëse ne e shikojmë alfabetin kinez tash. Po ne është një grup shkarravinash në cilat fare nuk kuptojmë. Po për dikon është libër, është shkencë, është dije. Dhe ne kur e shkruajmë, do të përdesa jemi jo arab, kur e shikojmë alfabetin arab, nuk do thotë se është ato një grup vijash të cilat nuk kanë kuptim. Përkundrazi, ato është fjala më e bukur, ato është shkronja më e ëmbël, ato është ajetet të cilat Zoti Lëshanu ka ndryshuar këtë dunja me ardhjen e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Për këtë nga Xhibrili që është zbritur nga meleku më i ndershëm tek pejgamberi më i dalluar, pastaj ka ofruar umetet më të dalluar dhe këtë varg dallueshmërive duhet të gjithë ta kemi konsiderat. Pra, lodhja jon duhet shpërblehet. Lodhja jon për mësimin dhe leximin e Kuranit do të jetë një dhunti e madhe. Një haxhi që e kem xhamat fillim kogja vështirë dhe ja kam mbush menën, kam hjek ta quj kështu derisa ja kam mbush menën për më mësu Kur'anin. Por ajo që ka më shumë të e kam bindë dhe tash vazhdon ta përmend, thot kur më ke thonë se ky do të jetë shoku jot më i miri kur do të plakësh, atëherë thot fjala e cila më shumë të mbien mend është kjo. Edhe vërtet sot sa herë që ti në xhami, ato veç e shoh që ka qel Kur'anin dhe lexon. Kem disa të cilët rrin, disa falen, disa bëjnë mohabet, po ta kalosh kohën me ibadet, ta kalosh me lexim Kuranit është gjëja më e mirë dhe më e bukur që na mund ta kemi. Nuk ka arsye tim për ata që zgjedhin të mos e mësojnë apo jo. Arsye tim nuk ka. Çështja ajo është që vetëm kur të fillojmë kjo duhet ta me thonë t'ja vendosim veten një kufi që të fillojmë. Dhe e shoh që imam përgjithsisht kanë nga dëshmëri në të gjitha vendet, në gjitha xhamit, të shkojnë te imami i lagjës ku e kanë më të afërm të xhamin, atu ku frekuentojnë vazhdimisht, ku falen e ta caktojnë orarin, pra gjithsesi dhe të vazhdojnë, të fillojnë me mësimin se pra nëse alfabeti arab pra ka 28 shkronja, qofse nga një shkronjë e mësojmë çdo ditë ose çdo mbrëmje, tash gjatë kohës dimrit e kem edhe më të lehtë se namazi jacis në ora 6 dhe kem kohë të mjaftueshme, kurse nga një shkronjë çdo natë për një muaj me ndihmën e Zotit do ta mësojmë Kur'anin. Hoxha, ju falenderojmë shumë për prezencën tuaj, ju falenderojmë shumë që gjatë të kohë t'jeni me ne në studio. Falenderoj shumë edhe juve. Unë çdo herë do të jem ngatshëm që t'japim kontributin ton. Ajo që nuk duhet ta harroj që çdo herë duhet të jem mirënjohës ndaj prindërve tonë, të cilët na kanë drejtuar ta mësojmë Kur'anin, ndaj familjes tonë, të cilët na kanë motivuar, ndaj shoqërisë tonë që na kanë motivuar çdo herë ta mësojmë dhe ta mësojmë Kur'anin. Po ashtu edhe një mirënjohje të vazhdueshme dhe të pafundme
ndaj tyre mësuesve të cilët na kanë mësuar Kur'anin dhe na kanë edukuar me librin e Zotit. Zoti shanu shpërblet të gjithëve. Po saktësisht ne sot po i vjelim frytet e punës të tyre që kanë bërë me ne, e inshallah tash ne atë hajër të cilin neve na kanë lënë t'ua trashëgojmë edhe fëmijëve tonë. Faleminderit shumë hoq. Faleminderit juaj. Miq të dashur, nga gjithë ajo që u tha, e shohim se rruga që ndiqet drejt Kuranit është rrugë që ndiqet me zemër e jo me sy. E lutim Allahun që Kuranin të na bëj dritë të zemrave, ndriqim të shikimeve e largim nga çdo hall, nga çdo mërzi. Deri në takimin e radhës, mirëmbëjtje.